A e liru pe gjenimit? Se di jo që unë nuk e di. Qa unë të kalëzoj që shpunësh me ditë? Ulemat kanë thonë se që kjo është e që do është të marrë të e të fundi. Ulemat kanë thonë se kur Allahu ja falë dikujt gjunahet, ja bën të dashur punë të mira. A ke fillu me e dash namazin ma shumë? A ke fillu ma me qef me u falë? A ke fillu me i urrejt gjunahet? A ka nis me të arë gërdi pe gjunaheve? Kjo është shaj kryesore se Allahu ti ka falë gjunahet. A ke fillu me usil, me fol, me vepru si banor e xhenetit? Kjo i bjerë se ti e banor i xhenetit. Qështu ulemat e kanë zilë. Ande Allahu xhalla ula thot: "Wa habbaba ilaykumul iman." Nga mirësia e Allahut është se u ka bërë të dashur imanin, u ka bërë të dashur punën e imanit, wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dhe Allahu ka bërë të urrëtur juve, u ka bërë të urrëtur juve kanë mosbesimin, mëkatin, edhe shkeljen e urdhave të Allahut azza.